Çfarë ndodhi konkretisht? Vllai ka ikur ka një muaj në Greqi, te fëmijët, do kalonte Pashkët dhe do vinte. Mirë po, do ti mbrëm, unë para 2 ditësh isha këtu, kontrollova, s'kishte gjë. Mirë po kala një komshi këtu që vjen për ditë për të shkyrë qenin. Mirë po, kur kisha ardhur sot mbjes, kishte gjetur një person këtu në dritarët. Me vrap kishte lajmëruar policinë, lajmëroi dhe vllana dhe ja. Vllai më mori mua se kisha mund çelsat të shtëpisë. Erdha këtu, e këta të policisë, bën verifikime të tëra, ai na kishte ardhur fillimisht që shoferët të xhamin aty të dritarit, po s'kishte gjetur gjë aty si mas asaj. Dhe ardhur ka qenë dritarja këtu e shtëpisë. Këto xhama këtu janë të vegjël, mi pa i ka tentuar që të futet aty. Aty ka ngecur gjysmë trupi, as nuk dilte, as nuk ashtu. Në mëngjes, ai zotëria që vjen këtu ushqen qenin, e gjeti të vdekur në xham. Kjo është një zonë që njihet për rrjedhje apo nuk ka? Po unë nuk jetoj këtu, prandaj unë jetoj larg, po erdha se kisha çelsat e shtëpisë që mori policia. Po, e lajmëron vllan. Patjetër i shokuar. Po, patjetër, nuk diskutohet. Çfarë hyn tjetrin në shtëpi dhe me hijet bën. Megjithatë ai është nisur do kthehet. Sa më shpejt. Çfarë moshë kishte personi? Ky do të ishte te 35 vjeçat. Mendoni se mund të jetë njëri? Nuk di gjë, nuk njoh fare këtu në zonë jam. Nuk e di. Policia më pyeti, ishte fytyrë pa parë, ishte me kapuç, i rregull tamam me doreza. I përgatitur për vjedhje. Po, i përgatitur për vjedhje. Po, nuk ishte as i kartë identiteti nga një gjë, nuk ishte në xhep. E kontrolluan ata policë, po, ata e kontrolluan. Erdha ata zjarr fiksës, pastaj e morën. Se kush ishte personi, akoma nuk është i pa identifikuar. Në lagje sa më. Të zotët e shtëpisë morën vesh, morën vesh vllai. Po, la. Po kur erdhe ti e gjete këtu, të varur këtu, ha? Po se luajnë ata pas parë. U shqetësuar ata tjetër. E tash të hyn tjetër shtëpi. Shtëpia është vllai, e uan. Sa kaç është? 3 kaç. Jo, ishte një të madh. Ai është vetëm policistë, ëh? Allora, din raspe. Ne shpejt që për bëjnë një mirë, e kam morali. Kush e di se duke vdekur këtu, ha? Aty ka ngecur gjysmë trupi, as nuk dilte, as nuk ashtu. Në mëngjes, ai zotëria që vjen këtu ushqen qenin. Jo, një muaj ka ikur. Një muaj ka shpejt. Një muaj ikur të nesër. Shko ka pa, te ka thyrë me kaçavi që ka... Nuk e di se po s'kes gjum tjetër më i vegël. Dale Marti. Po. Se ne ka fiku dykat s'po gjej dot. An shtyllë ta. Shtyllë do kështara në Sadi. Sadi për lagja të shkurtit aty, shko. Po, nduket se kanë dalë. Mirë bëj lajmë.